zemra më thërmohet. Sa herë më ndodh të mos ke motiv, e që nuk më dobësohet. Sa herë që jetën në përstuhi, e shpirti të më ftohet. Aty e gjej forcën për të rinjit, për të rinjit. Jo nuk I të ndalem, edhe kur rësohem. Shenjën trupin tim, plagët kam trofeu, bindje që krenohem. Jo nuk I të ndalem, edhe kur rësohem. Sfidë shpirti tim, rruga e vështirë, jo nuk dorëzohem. 1, 2, 3. A e di, je heroi jetës tënde, a e di. Ti mundesh, a e di. Je heroi jetës tënde, a e di. Ti mundesh, nisja dhe një herë, nisja nga fillimi. Sot është ditë e re, nisja nga fillimi. 99 të pjesë ndarë, prapë të rinjën, prapë të pjatarë. Nisja dhe një herë, nisja nga fillimi. Sot është ditë e re, nisja nga fillimi. 99 të pjesë ndarë, prapë të rinjën, prapë të pjatarë. Ti s'qep ti esh I madh, ti s'qep ti esh I vogël, ti s'qep ti esh I fortë, ti s'qep ti esh I dobët. Ti mund është botën, e jo bota ty. E kur të thonë nuk mundesh, ti bëje gjithsesi. Provo të rish pa qumë, provo dhe të humbasësh, të prekësh edhe fundin, edhe prap t'ja dalësh. Bëje ti për veten, bëje për të tjerë, e nëse ndihesh vetëm, kujto, ke një vlerë. A e di, je heroi jetës tënde, a e di. Ti mundesh, a e di. Je heroi jetës tënde, a e Alba, di. do futen një vokal të më. Ti mundesh, nisja dhe një herë, nisja nga fillimi. Sot është ditë e re, nisja nga fillimi. 99 të pjesë ndarë, prapë të rinjën, prapë të pjatarë. Nisja dhe një herë, nisja nga fillimi. Sot është ditë e re, nisja nga fillimi. 99 të pjesë ndarë, prapë të rinjën, prapë të pjatarë. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë që do futeni live, edhe faleminderit që do ta shikoni të regjistruar nëse nuk do ta shikoni live. Faleminderit gjithashtu Roalba që ka zgjedhur të bëhet pjesë e kësaj rubrike. Un kam dëshirë shumë që të sjell njerëz të ndryshëm çdo javë dhe e bëra të mundur edhe këtë javë me Roalbën, kështu që jam shumë e lumtur sepse dua që secili nga ne të shpërndaj një copës të vetën në mënyrën se si e shikon këtë hapësirë, që është hapësira që ne mos të dorëzohemi dhe të tregojmë se mundemi me mënyrën se si kemi përjetuar jetën deri në këtë momente dhe sfidat e ndryshme që mund të kemi të kaluar. Secili nga ne ka sfida, secili nga ne ka gjëra për të kapërcyer, secili nga ne ka probleme që vinë përballë dhe duhet patjetër që të shkojmë drejt atyre problemeve. Secili nga ne ka situata që nganjëherë duken të pamundura dhe duken që gjithë bota është kundër atyre. Por mos harroni asnjëherë se jeta është ndërtuar të jetë e tillë për të na forcuar dhe për të na treguar fuqinë tonë, që ndoshta ne nuk e shikojmë me sytë tonë, por e kemi të mundur vetëm kur të i kalojmë këto sfida, vetëm kur të kalojmë këto probleme, vetëm kur të kalojmë këto situata të cilat duken të pamundura. Le ta ftoj Roalbën live tani dhe të fillojmë direkt live-in. Një sekond, okay. Go live. Përshëndetje Alba, përshëndetje. Mirëmëngjes nga unë me mbrëma për ty. Si po kalon ti? Si je? Mirë, faleminderit. Faleminderit për ftesën edhe për të iniciativën. Faleminderit që pranove që jesh pjesë. Le të fillojmë direkt prezantimin Roalba. Me pak fjalë, prezantimin tënde dhe në këtë moment ti jeton në Itali apo jo, ë? Po, jeton në Itali, po, në Treviso. Afër Venecias, që është dashuria ime, vendi i parë, është dashuria ime e parë. Këtë vendi edhe njëherë si quhet? Venecia. Venecia, po vendi që jeton? Treviso. Treviso, okay. Është 10 minuta larg Venecias. Po, e kuptoj. Më trego pak për veten tënde, Roalba. Po.
Atëherë, unë jam Roalba, jam konsulente imazhi dhe empowerment coach. Jam gati 38 vjeç, akoma si kam bërë. Jetoj në Itali prej 19 vitesh dhe aktualisht bëj këtë punë, zgjodha të bëj këtë punë. Pasi mbarova masterin 3-4 vite përpara në Londër, kam studiuar për diçka tjetër, ekonomi edhe ekonomi e menaxhimit të arteve më vonë, por duke punuar në kompani të mëdha mode, si Benetton, Ferragamo, OVS, pak më vonë fast fashion, ishte një diçka që nuk po më përmbushte. Diçka që nuk e bëja punën, më pëlqente bukuria, produkti, veshjet e të tjera, por nuk ishte mjaftueshëm. Edhe kështu që vendosa të shkoja të bëja këtë masterin në Londër, edhe duke futur brenda dhe anën e coaching. Për ta parë pikërisht veshjen, jo vetëm si një imazh i thjesht që ngelet aty, vetëm për të dukur bukur, për të qenë në mod, për të pëlqyer të tjerët, por brenda duke qenë bosh në një farë mënyre. Unë dua që ti bashkangjis të dy anët, ana e brendshme dhe ana jashtme, sepse nuk janë kurrë të ndara, përsado që ne duam dhe mundohemi që ti ndajmë këto dy gjëra, nuk është e mundur. Dhe kjo është përqasja ime, sepse unë vetë e para jam rritur me idenë që të jesh e bukur, të kujdesesh për veten, apo të vishesh bukur, të jesh në qendër të vëmendjes, nuk është e duhur, sepse është e rëndësishme të jesh inteligjente, të studiosh, të bësh punëra që në një farë mënyrë duhet të shpëtojnë botën. Edhe më është dashur mua vetë shumë punë që të pranoj punën time. Dhe ta bëj, domethënë me një qëllim të caktuar që më përmbush mua, por e shoh që përmbush edhe ku ai ose ajo që drejtohet tek unë pastaj. Sa interesante, sepse është diçka shumë e veçantë, Roalba, është diçka që nuk është shumë e dëgjuar si fush. Domethënë fokusi jot kryesor, në momentin si ti është fokusi që ti ajo veshje ti ngjaj personalitetit të personit ose ta rrisi edhe më shumë. Përfaqësoj ose ta rrisi në një farë mënyrë të ndihet me vetbesim, nëse të gjërat të cilat nganjëherë ne harrojmë që veshja ka një rol shumë të rëndësishëm. Pse mendon ti se ka veshja rol të rëndësishëm, Roalba? Domethënë edhe në jetën është thelbësor, sepse unë shikoj gjithmonë, edhe puna me imazhin mund të jetë një piknisje. Domethënë, jo të gjithë ne e kemi të thjesht ose jemi gati që të punojmë me veten tonë. Dhe imazhi është një gjë që mund të jetë një piknisje, sepse është ajo gjëja më e kollajt për të bërë, ndonjëherë në thonjza, se dhe aty ka vështirësitë e veta, por që është më bukur, më e lezetshme, më e këndshme të afrohesh me ndryshimin në këtë lloj mënyre. Por nga ana tjetër, mund të jetë edhe le të themi një pikë arritje. Nuk arrim gjithmonë, por që le ta quajmë një pikë arritje, sepse në momentin që ti punon shumë me veten, e ke veten, atëherë përfaqësohet edhe në atë çka ti vesh. Si e vesh, si e kombinon, sa e do veten ti kur e shikon në pasqyrë, sa e pëlqen veten ti kur e sheh në pasqyrë, sa kujdesesh në përditshmëri për veten tënde. Prandaj është thelbësore, sepse ti zgjedh, ti prezantohesh botës në një mënyrë apo në një tjetër. Dhe këtë e bën me veshjen, nuk ka asnjë gjë tjetër që nuk është e para, sepse sa çosh në mëngjes ti vishesh. Kështu që është domethënë akti i parë që ti bën për veten dhe si ja prezanton identitetin yt që në mëngjes. Me atë çosh dhe pastaj shkon dhe përfaqësohesh dhe i tregohesh botës. Kështu që pse jo, mos ta tregojmë veten ton më bukur, më të qeta, me vetbesimin, me potencialin, me fuqinë që të gjitha ne kemi. Është vetëm çështje që të gjesh atë çelësin e duhur për ty. Edhe me gjëra të thjeshta, kjo nuk do të thënë që duhet blejmë shumë rroba, që duhet kemi një dollap plot me rroba. Mjaftojnë shumë pak rroba, pa harxuar shumë kohë dhe energji, edhe para, edhe të dish të kombinosh dhe je në rregull, shumë e shpejt gjëja. Domethënë është tamam që ndryshon edhe mindset karshi asaj që të rrethon, atyre që të rrethojnë dhe mbi gjitha vetes tënde. Prandaj për mua është me të vërtet shumë e rëndësishme. Është një hap i vogël që mund të bëhet çdo ditë, por pastaj her pas here bëhet shumë i madh. Edhe kur ti del,
i prezantohesh direkt botës kështu, nuk i prezantohesh kështu në mëngjes. Ka një ndryshim edhe aty gjithë posturën. Unë mendoj që ka shumë rëndësi, sepse ndoshta edhe kur kam qenë në gjimnaz për shembull, edhe pse nuk është se vishesh ashtu me ato gjërat që unë krijoja, e mbëja mend të thoja që sa bukur që është çdo ditë e re, ti mund të veshësh rroba të reja ose mund të veshësh edhe për e kupton, kur e vura re që edhe stilët ndryshon, edhe mundohesh atë përshtatesh apo nuk pjesa që ti në këto momente punon për pjesën e brendim, je për pjesën e imazhit. Si quhet edhe një herë si konsulent imazh, dhe unë kam krijuar këtë programin tim Revolution You, që bëjmë pjesë të gjitha konsulencat që unë ofroj, duke filluar nga personal branding, që do me thënë, është ajo zanafilla e gjithë punës, sepse unë aty në atë moment njoh personin që kam përballë, njoh vlerat e tij, njoh qëllimet që ka, mënyrën e jetesës, profesionin, ku do të arrijë, eventet shoqërore, kompetencat, aftësitë që ka, edhe mbi gjitha si e sheh veten, si mendon se e shohin të tjerë dhe çfarë me të vërtetë realisht do të përfaqësoj, si do t'i tregohet botës. Aty fillon çdo gjë. Pastaj kalojmë tek armokromia ose në shqip analiza e ngjyrave, që nxjerrin në pa tonin e lëkurës tënde, që janë më në harmoni me ngjyrat e tua, me tiparet e tua, me kontrastet e tua. Jo ne jemi të gjithë ndryshëm dhe normalisht na shkojnë ngjyra të ndryshme secilit prej ne. E zeza nuk i shkojnë gjithkujt, ta hedhim poshtë këtë ide, kush po na dëgjon, që nuk është e vërtetë që e zeza i shkojnë gjithkujt, sepse jemi të ndryshëm dhe çdo ngjyrë përfaqëson një vibracion, ka një mesazh psikologjik edhe kur e veshim, dhe edhe neve na lëviz diçka kur veshim një ngjyrë apo një tjetër. E veshim sepse duhet të tregojmë pak më të sigurt, e veshim se duam t'i tregojmë botës që ekzistojmë. E veshim për të fshehur, që mos na vë re. Ka shumë dinamika vetëm të ngjyrat, mund të flasim orë të tëra. Pastaj kalojmë te forma e fytyrës. Roalba, vetëm dua të them diçka. Vajzat po thonë që po shkëputesh, nuk e di, po shkëputemi. Mund ta shikosh njëri internetin nga ana jote, sepse ndoshta mos nuk punon interneti tamam. Duke më mirë? Vetëm të presim pak. Ja, po, tani të dëgjoj zërin dhe më qartë tani, po e kuptova. Dhe pjesa e tonit tregon pastaj, sepse secili ka një ton të caktuar, dhe unë e vër edhe me ngjyrën e lëkurës. Për shembull, kjo veshje që ka veshur sot ka një të njëjtën ton me, domethënë me ngjyrën e flokëve, me ngjyrën e fytyrës, dhe këtë kam bër nganjëherë ne i zgjetim dhe atë ton, sepse na pëlqen më shumë, pavarësisht se e dim që nuk e zgjedhim tonin ton. Është intuitive, faktikisht se në të gjitha rastet edhe neve po ta dëgjojmë veten, e dim çfarë na shkon më tepër, çfarë na nxjerr më bukur në pa, e dim. Pikërisht edhe aty është ajo që prita të ulem dhe ta dëgjoj veten. E dëgjoj veten çfarë thot, e shikoj veten me kujdes në pasqyrë, i marr ato 5 minuta për ta parë veten me kënaqësi, me dëshirë dhe për të thënë, okay, duke mirë apo ja veshur sa për të mbuluar dhe ti me vrap tek puna, apo të shkoj të marr kalamet shkolla, apo të shkoj të bëj pazarin. Është edhe kjo një farë mënyre që të marrësh ato 5 minutë për veten tënde, vetëm ti. Edhe po ta vësh re të gjitha edhe në konsulencat që unë bëj, edhe persona që për shembull vishën vetëm me të njëjtën ngjyrë, më thonë gjithmonë, shiko se, po unë më pëlqen kjo ngjyrë, apo s'kam guxim ta vesh, dhe e di që më shkon se e kam veshur në këtë rast apo në atë rast. Kështu që normalisht në çdo gjë tjetër, edhe tek ngjyrat apo tek veshjet në përgjithësi, po të përqendrohesh dhe ta dëgjosh veten, e di shumë mirë cilat janë ngjyrat që të shkojnë. Edhe pastaj kalojmë te format e fytyrës. Po. Si ndodh Alba, ju që mendoj ndodh se nganjëherë ne zgjedhim trendet, edhe bëhemi zhargoni i trendit. Edhe bëhemi si palaço i trendeve nganjëherë, dhe kjo është ajo që na largon nga intuita jon dhe na humbet edhe vlerë. Se mund të tej zhvishemi ose mund të tej vishemi, domethënë janë ca, domethënë ekstreme, dhe zgjedh ekstreme dhe nuk je më vetvetja, humbet veten ndoshta me anë të mënyrës se si vishesh. Ai është qëllimi i gjithë punës time, është identitetin tënd. Sepse jemi të Sa vite ke që praktikon, Roalba? Kam 3 vjet tani. Sa? 3 vite. 3 vite, dhe unë kam punuar më përpara gjithmonë në ambientin e modës, edhe kam studiuar edhe në Paris.
ku e kam bërë tezin pikërisht për atë temën, pikërisht për këtë çështje, për të bukurën biles edhe mes meshkujve edhe femrave. Dhe punova në ndërmarrje, por nuk më mjaftonte, nuk doja vetëm ta shikoja, siç të thash, vetëm si diçka jashtme, diçka që nuk përfaqëson, që ta jemi të gjithë njësoj, pa një identitet, pa një qëllim, pa një ndjeshmëri nga mbrapa, pa një vetbesim të plot, por është thjesht të ndjekësh masën, të ndjekësh turmën, të bëhesh si të gjithë, të shpenzosh pak, po të kesh dollapin plot edhe s'di ku t'i çosh. Domethënë kishin shumë elemente që më sollën këtu ku jam sot. Po, shumë e bukur. E praktikon në Itali, Roalba? E praktikon E kam në Itali, e kam praktikuar pak, por kam zgjedhur Shqipërinë. Sepse në Shqipëri nuk njihet si profesion, është e panjohur, madje shpesh herë më thonë çfarë është armokromia, nuk kuptohet, nuk është një term që përdoret. Në Itali ka shumë kolege të mia që e bëjnë edhe në zonën ku unë jetoj, por në zonën ku unë jetoj asnjëra nuk e bën me përqasjen që e bëj unë. E bëj në zonat të tjera të Italisë. Kështu që unë për momentin jam e përqendruar tek Shqipëria, se ndjej thirrjen tek Shqipëria. Pastaj më vonë, vitin tjetër apo më vonë, kam projekte të tjera edhe për Italinë, por për momentin jam e përqendruar te Shqipëria. Ke pasur njerëz nga Shqipëria, Roalba? Ke pasur njerëz që kanë ardhur që dhe kanë kërkuar konsulencë me këtë pjesë? Edhe si ke këtë tregun e Shqipërisë? Pak e vëre? Është interesant, sepse më duhet shumë kohë, investim, energji, që bëj të kuptoj çfarë do të thënë kjo punë. Sepse në Shqipëri është e lezetshme, se ne i vëmë shumë rëndësi pamjes në Shqipëri. Madje shpesh herë kur shkoj edhe më përpara, mua më duke vetja shumë pak e kuruar dhe më pak e veshur, se sa shikoj vajzat në Shqipëri që kanë me të vërtetë edhe gusto, edhe në veshje, dhe kanë edhe një vullnet edhe për të lyer, për të krehur, për të kujdesur, për thonjë, për të gjitha gjërat, domethënë. Edhe mendova që do ishte më e thjeshtë në fillim që do kishte një përqasje, një përkrahje më të shpejtë. Por në realitet, edhe pikërisht ku qëndron e bukura e kësaj pune, është sepse futet në mes, unë e kam bërë që të futet në mes edhe ndryshimi. Jo vetëm i pamjes, po edhe pak të punosh nga brenda. I fut brenda edhe coaching. Gjatë programit që të thoja më përpara Revolution You, i fut brenda edhe coaching, i shoqëroj gjatë kohës. Nuk është se mbyllet vetëm me konsulencat, bën formën e trupit, formën e fytyrës, bëret stilin personal, le ta zëm. E rregullove gardrobën, po pastaj duhet që të jetë të mësohesh dhe se me këmbët e tua, se këtë punë do ta bësh për ditë gjithë jetën, do vishesh për ditë gjithë jetën. Kështu që duhet mësuar dhe të kesh këtë përqasjen që ta konsiderosh atë që po bën me vëmendje. Dhe tjetra, më thënë, ata që afrohen, mësojnë edhe shumë shpejt dhe janë shumë të vëmendshëm. Pastaj pjesa tjetër që nuk e njeh, do më duhet mua akoma më tepër punë që ta bëj më të njohur. Po, duhet të jesh, domethënë, e prirur që të afrohesh më shumë në aktivitetin e faqes, edhe të kesh mundësi të heqësh njerëzit. Sepse secili unë mendoj se rezonoj me njerëz të caktuar, të gjithë nga ne, edhe kemi njerëzit ton, kur i thuhet si shprehjes, kemi frekuencën tonë, secili ka një frekuencë të caktuar që match ose bashkohet me njerëz të tjerë. Por pjesën Roalba, do doja të ndajam shumë tani te pjesa jote personale. Në momente ndryshme gjatë jetës, ndoshta ke pasur momente që nuk e ndihem mirë, ke pasur momente që ndoshta ke dashur të dorëzohesh, jo vetëm në profesion, por edhe në realitetin e përditshëm, po them. Dhe megjithëse këtu jemi që kam të kaptuar te rubrika Ti mundesh, çfarë mund të ndash diçka në lidhje me këtë pjesë? Dhe si e shikon ti këtë hapësirën që na ndodhin gjëra në jetë, dhe ndodhin fenomene në jetë, dhe ka raste që ne ndodhemi përballë kësaj pikpyetje, çfarë duhet të bëj? Nuk mundem ta bëj dot. Ke në një eksperiencë tash me ne këtë pjesë? Sa të duash.
Prandaj më pëlqen shumë edhe kjo rubrikë që ti ofron e bën, është shumë interesante dhe të gjithë ne kemi nevojë që mos të ndjehemi vetëm, edhe të kemi një moment, një person, dikush, një situatë si kjo që të na thojë edhe ti mund t'ja dalësh. Unë vetë e para kam pasur shumë momente personale, profesionale, ku kam menduar momente edhe gjendje depresive dhe atake anksi, momente me të vërtet shumë të vështira në jetën time. Për këtë arsye lash edhe punën ku punoja, njërë nga arsyet ishte edhe kjo, sepse o do zgjidhja veten, o do zgjidhja punën, o do zgjidhja familjen. Domethënë nuk ishte e pamundur, ishin momente aq të vështira. Dhe gjitha, kjo periudhë kështu filloi kur u bëra nën, para 6 vitesh. Dhe kush është nën e di që sa e vështirë është të përballosh gjithë shazanin në vetvete, po pastaj ardhjen e kësaj krijese në jetë dhe peshën e të qenit një nën që siç e konsideron shoqëria, familja e të tjerë, ka shumë elemente që ndikojnë. Por asnjëri nuk pyet, po ti nën si je? Si po e përjeton, si po të duket ti jesh nën, sepse ndryshon absolutisht çdo gjë. Ndryshon perspektivat pikëvështrimit, trupi jot ndryshon, ritmet e tua, përgjegjësitë e tua, ndryshon komplet jeta jote. Dhe aty filloi, le të themi, një vështirësit, po edhe puna ime që të dilja në patë njëja vetën dhe ta përballoja më mësin më të mirën e mundshme, sepse fëmijët e meritojnë, do të thënë, i sjellëm në jetë dhe duhet që neve të jemi të kujdesshëm, prindër të kujdesshëm. Aty filloi, do të thënë, gjendja ime shpirtërore e rënduar edhe ajo psikologjike, fillova punën me psikologen si fillim. Pastaj u ktheva në punë pas vitet e para të lindjes së djalit. Gjithmonë ajo puna që nuk më përfaqësonte më së miri dinamikat, vështirësitë, lodhja, e të tjerë, e shtyva me thënë, pak, pastaj punoja me veten dhe ajo më ndihmonte që unë të përballoja edhe situatat e tjera të jetës edhe të punës. Kam bërë terapi të ndryshme, edhe kanë qenë momente që unë thosha, jo, nuk mundem të dalë, nuk çohesha dot nga krevati, ose të shkoja të bëja një dush, ishte shumë e rëndë për mua. Por diku e gjeta forcën për djalin tim, për veten time, thash ja, okay, duhet të punoj dhe kam vazhduar punën me ritmet e mia, sepse të gjithë kanë ritmet e veta, dikush më shpejt, dikush më ngadalë. Por e rëndësishme është që ta shikosh atë dritën në fund të tunelit edhe thua, okay, mirë, një sekondë, është shumë larg, po do shkoj ta kap. Do t'ja arri, sepse ka gjithmonë një dritë në fund të tunelit, gjithmonë. Do të kemi fuqinë që të rrim aty, të presim derisa ta arrijmë. Ka qenë shumë e vështirë. Kam punuar në terapi të ndryshme me persona të ndryshëm, punë energjetike me veten, derisa pastaj u qetësova, e vazhdoj punën çdo ditë sepse nuk është puna me veten, nuk është një destinacion. Është diçka, zbulon veten diçka më tepër çdo ditë. E di. Thjesht fakti që unë jam këtu me ty për shkak të flas tani, kaq lirshëm, para një viti unë nuk e mendoja kurrë. Edhe të bëja një video për rrjetet sociale apo të paraqitesha me fytyrë apo të paraqitesha me telat që kam këtu poshtë, për mua ishte jo, absolutisht. Dhe këto janë hapa të vegjël që kur ishe nga jashtë askush nuk i vëre. Por unë i di se sa punë më është dashur që ta arrij. Sepse njerëzit e shikojnë rezultatin përfundimtar, Ralba, dhe harrojnë se për ti ti e shikon ndryshimin brenda teje dhe shikon sepse krahason veten me kë ke qenë dhe me kë je në këtë momente. Nuk do të thotë që tani, domethënë do të ndryshosh edhe pamjen, nuk ndryshohet pamja, nganjëherë ne jemi shumë të njëjta. Por që ti nuk dorëzohesh dhe vazhdon e bën, edhe pse është jashtë zonës tonë rehatis ose jashtë asaj zonës që ti njeh deri në këto momente. Kjo si e theksove shumë mirë këtë pjesën që të folurit, nganjëherë të duket shumë e lehtë për ata që të shikojnë tani, por nuk të krahasojnë dot me atë versionin tënd që vetëm ti e krahason veten. Dhe kështu shikohet ndryshimi, se nganjëherë njerëzit si ta shikojnë ndryshimin, kështu shikohet ndryshimi. Shikohet nga sytë e brendshëm, jo nga sytë e jashtë.
Si të jashtë janë produkti përfundimtar ose rezultati përfundimtar për atë stad ku ndodhesh në këtë momente. Po momenti që e larguar nga Shqipëria, Alba, si e përshtatur me Italinë? Edhe kjo është një, tani ka kaluar shumë vite, di që e ka harruar, ka 20 vite. Po pjesën tani si e ke kaluar këtë për atë që janë mund të jenë, si kam shumë vajza që janë jashtë shtetit në faqe. Mund të japësh një këshill për ato vajza që ose për ato njerëz që nuk dua ta them vetëm vajza, për njerëz. Mund të japësh për këtë pjesë. Atëherë, jam, domethënë, tani është varet nga vendi ku je, por disi jemi mësuar me emigrimin dhe është ndoshta është zgjedhje më e lirë. Para 19 vitesh unë erdha për studime në Itali, edhe situata në Itali ishte pak më e rëndë se tani jemi në mod. Shqiptarët, Bregdeti jonë është pak në mod dhe është më, ka më njerëz kurioz na njohin se sa të na shmangin. Vërtet? Por mbaj po, në Itali jemi shumë të suksesshëm në këtë periudhë. Por para 19 vitesh, e para njerë si fillim, unë e dija italishtën, po normalisht nuk isha studiuar asnjë gjë në italisht, edhe nuk isha folur dhe të studioja ekonomia, po ekonomia aziendale, apo ku di unë të drejtat private, komerciale, tributa, të gjitha ato që duhen për funksionimin e një ndërmarrje. Për mua ishte arabisht, domethënë ishte edhe duke qenë studente shkëlqyer në gjimnaz dhe bursë studimi, shkova aty dhe të gjitha siguritë e mia u shëmbën. Thash, unë s'pas kam studiuar asgjë, ato që kam mësuar janë etj. Për mos folur pastaj edhe me vështirësinë sepse je vetëm. Je vetëm. Nuk kem mbështetjen as unë të paktën isha vetëm, kush për shembull ka pas familjen ose ka aktualisht që emigron me familjen apo me një shoqja, me një kushëri, është më kollaj. Kur unë mendoj, them, o Zot, unë nuk do ta lija tani më djalin tim të shkonte vetëm. Edhe ti këtë kështu të kujdeset, punonte, se dhe aty unë kam punuar dhe kam studiuar, sepse familja ime nuk më mbështeste dot ekonomikisht, edhe kështu që i kam bërë edhe punë edhe shkollë. Për ata që janë në një situatë të tillë, e rëndësishme është të kesh të qarta qëllimet e tua. Sepse vështirësi do jenë gjithmonë. Unë i kam pasur të këtij lloji, dikush tjetër mund t'i ketë një lloj tjetër, sepse dhimbja nuk ka një masë edhe nuk ka një madhësi. Secili e përjeton atë mënyrën e vet. Kush për mua mund të jetë çka shumë me thellë e rëndësishme e rënd, për dikë tjetër është më e përballueshme kështu me radhë. Por ajo që është e rëndësishme është të dish qëllimin, ku do të arrish, edhe çfarë do të bësh për veten tënde, për profesionin tënd, për jetën tënde në përgjithësi. Ti kesh ato jo shumë qëllime, 2-3 pika që thua, okay, këtë mund ta lë pas dore, po këtë qëllim unë nuk mund ta lë kurrë pas dore. Aty të kapesh fort edhe mos ta lësh ti iki. Pa çka se ka vështirësi, sepse diçka të bukur, të mirë, me siguri arrin ta gjesh, nëse e ke këtë qëllimin dhe këtë idenë për ta realizuar. Dhe kjo është unë mendoj të synimi dhe qëllimi, ashtu si e theksove dhe ti, është mënyra se si na largon nga mjegulli, sepse ti në mjegull mund të futesh edhe kur je në Shqipëri. Nuk është gjithmonë, po është gjithmonë qëllimi, se nuk ka një qëllim, nuk ka një busull drejtimi, e ti ngelesh si janë mes të detit, pa drejtim. Dhe është baza, është shumë e rëndësishme ajo. Dhe kam bërë edhe vetë, kur kam marrë në fillim këtu në Australi, jam përveç se nuk isha shumë larg. Në momentin kur kam marrë këtu ishte gjithë ato orë me avion, përveç asaj kur erdha këtu njerëz nuk isha asnjë shqiptar, domethënë nuk është se ka shumë shqiptar këtu ku jemi. Jemi në Sydney, por në Melbourne është komunitet shumë i madh. Shqiptar flasin në rrugë, flasin shqip. Por këtu nuk, domethënë këtu nuk jemi komunitet shumë i vogël. Dhe tani në krahasim me numrin e shqiptarëve që jetojnë në Itali, po ta krahasosh. Është prap ajo që e kupton, nuk është se më mungonte më shumë njerëzi që të flisja shqip, po më mungonte më shumë ajo që të kisha komunitetin tim në kuptimin e network, shoqërinë, familjen, ato të ngushtë. Dhe kam përjetuar shumë ashtu si the ti, dhe qëllimet më bën që të fokusohesha tek të dilja nga mjegulli dhe të fokusohesha tek realiteti. Sepse këtu për shembull, Ralpa, stinat e verë, nuk është vetëm stinë vere, domethënë stinat i ke gjatë me lule.
Më thënë, Po, të gjitha astinët kanë lule. Dhe unë e shikoja si bardhëzi. Më thënë, unë e shikoja më i shpifur. Vendi më i shpifur në botë. Dhe kjo ishte me filtrin tim. Nuk ishte realitetin, e kupton, pavarësisht se ne harrojmë atë gjë, po e shikoj, më dukej komplet bardhëzi, më dukej si pas lufte. Në vend pas lufte, në atë gjendje. Dhe kur them tani po. pas disa vitesh qesh me vete, sepse them sa e rëndësishme është filtri i shikimit si shikojmë gjërat. Pik vështrimi, mindseti që ti ke. Shë pozitive apo shë negative, se të gjesh gjëra negative i gjem plot sa të duash, po e njëjta gjë vlen edhe për pozitivet. Kështu që është zgjedhja jote që çfarë do të shikosh. Do të ankohesh tërkohë dhe thua më mjafton kjo, s'është bukur aty, s'kam atë, s'kam këtë, nuk arrit dot atë, nuk arrit dot këtë, apo thua, ok, jam mirënjohse për këtë, edhe mësohet edhe truri, trupi, qelizat, mendja jote mësojnë me idenë që ok, është mirë të falenderosh, është mirë të jesh mirënjohse, se vetëm gjëra të bukura do vinë, sepse ato thret, atë sheh. Kur shet bukura do shosh do vije bukura. Kështu që është e vështirë, nuk është se nuk është e vështirë, por që duke pasur edhe në mendje dhe duke dëgjuar edhe shpesh të rrethohesh edhe me njerëz që ta thonë shpesh e praktikojnë, atëherë është më kollaj, është një ndihmë e jashtme që të vlen shumë së brendshme. Është shumë interesante sepse e vura Alban Skënderaj kishte bërë në Milano, jo? Edhe ta shqiptar ka në Itali. Atje thash, ju janë gati e pushtuar Italinë. Po, edhe mendoj që tani kanë emigruar, se shumë janë kthyer në Shqipëri, sepse mirëqenia e Italisë nuk është më siç ka qenë, dhe kështu që është gati njësoj me Shqipërinë për shumë gjëra. Edhe kështu që shumë shqiptar janë kthyer në vendin e tyre në Shqipëri, jetojnë aty, kanë hapur aktivitete, edhe italian, jo vetëm shqiptar, por edhe shumë italian jetojnë edhe punojnë në Shqipëri tani. Kështu që janë kthyer ato rolet një Po kur s'të besohet, dhe nuk të besohet, sidomos. Jo. Dhe kur e mendoj para 19 viteve, them, wow. Ka ndryshuar, domethënë asnjëherë nuk është e sigurt se ku do shkoj bota, kjo është ideja. Është dumbullak, është portokalli, si është rreth e rrotull. Po të gjithë. Po pjesën Alba, shumë gjëra të bukura këto që ndave me neve dhe në këto momente, faleminderit shumë. Pjesën tjetër, nëse do flasësh për mindsetin tënd, për mendsinë, për mënyrën se si kur bën diçka të re, domethënë nuk dorëzohesh në kuptimin jo për sfidë, por më tepër që ta bësh atë gjë të re. Ose si adopton në trurin tënd. Ke ndonjë mënyrë praktike për ato vajza që do ta për gjëra të reja? Po. Tani, unë e kam pasur goxha të vështirë. Alin ishin 750.000 shqiptar. Ja. Shko sa shumë, unë mund gjetë mishi, ta them, ishte pa besueshme ta shikoja, thash, domethënë ngadal po pushtohet nga shqiptar. Nuk ka shumë interesante. Po. Jo, ka shumë. Ne kemi komshi Cipër, kemi kosovar për shembull. Po, ka shumë, po. Edhe mendoj se dhe italianët kanë lëvizur, se ka shumë dhe në Australi italian tani në këtë moment. Italianët gjithandej. Italianët mirë i gjën kudo. Po. Në çdo cep. Për mindset edhe për gjërat e reja. Unë po thoja që e kam pasur shumë të vështirë të shkruaj. Por kohët e fundit e kam i shkruaj gjërat që më vinë në mend edhe situatat e reja me të cilat përballem. Qoftë për punë, qoftë personale, i shkruaj, nxjerr nga sistemi im, edhe tani do Alba, teksoj pak të si shkruan, domethënë, i shkruan në atë formë se si ti ke në mendje, pas një lloj filtri. Po, unë pas një lloj filtri, unë i shkruaj të gjitha ndjenjat, mendimet, frikrat, ankthin, të gjitha i hedh në letër. Të gjitha çfarë më vijnë, nuk besoj, jo se nuk besoj, por unë nuk e praktikoj manifestimin e programuar me teknika të ndryshme.
unë them edhe kur për shembull falenderoj Zotin apo bëj atë jogën time kur shkoj te kursi, i them ato fjalit falenderuese apo mund ta quash lutje, varet se në çfarë beson një person, univers, në Ose Zot. afirmime, ose afirmime. Afirmime, po, pikërisht, afirmimet unë i bëj si të më vinë. Domethënë, në atë moment çfarë kam nevojë unë, çfarë ka nevojë shpirti im ta bëj vetën, ta aplikoj në shpirt, në trup, në mendje, në përditshmëri. Dhe varet nga dita, unë i them çdo ditë, them afirmimet që mua më duhen. Pa i shënuar gjikundi, shënoj ato ndjesitë e mia, ndjenjat, emocionet, dhe pastaj kur falenderoj them okay. Këto janë ato gjëra që mua më duhen, edhe i them me zë të lartë. Edhe bëj ose kur e ndjej nevojshme një meditim, ose thjesht frymarrje që të qetësohem se ka momente për shembull në situata të ndryshme ose në mësime të ndryshme ku gjendem në situata që nuk janë idealet për mua ose situata me njerëz të ndryshëm, situata pune, atëherë bëj frymarrje shpesh që të më qetësohet një çik sistemi nervor, këtë po e bëj shpesh. Edhe janë teknika të vogla që mua më ndihmojnë në përditshmëri. Edhe bëj edhe shumë shpesh yoga. Kjo më ndihmon. Përveç se punës time me veten. Yoga ka me makinë apo në ato me makineri apo yoga të normal, yoga komplet me. Po yoga bëhet me trup të lirë. Ajo që është me makineri janë pilates zakonisht. Jo, këtu ka edhe yoga kështu. Ndoshta po ke të drejtë. Pilates reformer, yoga ke të drejtë. Sepse po fare edhe unë që është larguar, është fokusuar, këtu janë fokusuar më shumë tek ajo pilates se sa yoga fizike. Edhe nuk më pëlqen ka shumë jogë, domethënë që të fokusohesh në gjithë trupin. Dhe ka ndihmuar, e ke vënë ndryshimin kur ke bërë yoga, domethënë ke vënë ndryshim, çfarë ndryshimi ke vënë për shembull? Atëherë, një shembull konkret që është shumë interesant është ne gratë në përgjithësi, edhe nëse nuk kemi trauma të mbartura, thjesht për fizikun që kemi, biologjikisht jemi të ndërtuara që të japim jetën fëmijëve. Dhe zakonisht legenin e kemi pak më të gjerë se meshkuj dhe kemi më vështirësi me legenin, tamam me kofshët, edhe me pelvic floor, nuk e di si thuhet në shqip. Unë kam pasur një lindje të vështirë edhe kam edhe shumë trauma të mbartura aty, po edhe para lindjes së djalit, duke pasur gjithmonë probleme me legenin, me mesin, me kofshët. Edhe me jogën e kam vënë re që shumë më mirë, dhimbja është reduktuar dhe fleksibiliteti i trupit tim, i zonës së legenit është përmirësuar së tepërmi, sepse kisha për shembull pas lindjes së djalit, unë nuk flija dot anash, një shembull konkret praktik, nuk flija dot anash se më dhimbte pjesa e kofshëve dhe vitheve, aq ishte dhimbja e brendshme që nuk e duroja dot. Dhe duke praktikuar jogën 2-3 herë në javë dhe 4 kur mundem, atëherë e kam vënë re që mund të heci kollaj, nuk i ndjej më këmbët për shembull si më përpara, kisha shumë probleme. Tani jam më aktive dhe në jetën e përditshme. Është edhe një përgatitje ndaj meditimit yoga. Po, sepse trupi përgatitet për një meditim, sa ajo është ideja, ajo është shpikur që të gjitha organet të vijen në vend, trupi të lëvizi me qetësi, jo siç ndodh rëndom që do vrapoj se do bëj yoga. Ajo nuk ka kuptim do vrapoj se do shkoj të bëj kursin e jogës. Yoga është pikërisht një moment për ty. Jo do ta bësh se ta thot mësuesja, jo do ta bësh teknikën tamam, do të bësh të dëgjosh trupin tënd. Asnjë mësuese nuk do të thot kurrë që bëje si e bëj unë sepse duhet bërë në yoga. Të gjitha të thonë ndiq trupin tënd. Dhe kur ti e ndjek trupin tënd, edhe aty mëson shumë gjëra. Shiko, një vajzë thotë që përshëndetje për pelvic floor, okay, është efikase yoga o pilates? Po, është efikase. Po e thotë Roalba e ka përjetuar vetë, nuk e di si e ke Lami, nuk e di, e ka përjetuar vetë dhe ka ndihmuar, po shpjegon pikë. Dhe unë mendoj që ashtu si jetë edhe ti, por për pjesën jam bërë pjesë e jogës para disa viteve, po ajo që nuk më pëlqeu ishte se kishte shumë rregulla që duhet
lëvizje, duhet të bësh kështu, edhe më duk shumë mekanike, ndoshta s'ka qenë mësuesja takt. E kupton se nganjëherë nuk jam vërtet. Po, Po, edhe aty duhet të kesh edhe një energji që të gjisi. përqasë, paksa, po, të ngjisi, sepse normalisht në yoga ke poza, për shembull kur njerëzit që janë shumë aktiv, kanë një energji shumë të lartë zjarri që shuhet, Po, yoga nuk bën për ata lloj personash, në kuptimin që mërziten edhe duan ta mbarojnë lëvizjen shumë shpejt. Nëse ti do rish në pozicionin e trekëndshit kështu, duhet marrë 3-4 herë. Një person që nuk është mësuar me këtë lloj, do thotë jo, ku të rriun këtu tani si pem. Jo. po, ashtu ato mendime më vinin, po unë mendoj se edhe kam nevojë për atë gjë nganjëherë, sepse ne kemi Të nevojë bënë provë. nganjëherë. E kupton? Sepse duhet mësuar, trupi duhet disiplinuar. Trupi jonë është kafshëror dhe ne duhet ta disiplinojmë. Edhe kur nuk e disiplinon ti nuk arrin që të shkosh në një energji akoma edhe më të lartë, që të mbash më shumë energji. Se nuk është puna të kemi energji të lartë, është puna të jemi në neutralitet. Nuk është trupi, është mendja. Po, Se trupi përgjigjet. po, e vërtet. Trupi përgjigjet, ne kemi të mendjen. Unë vetë e para kam pozicione në yoga që nuk i bëj se kam frikë, po jo se nuk arrit i bëj, kam frikë. Edhe mendjen e kam aty do bie, do ta bëj, do bie, do ta bëj, do ta bie. Në moment që e stopoj, them, okay, e bëj. Ose vjen mësuesja më ndihmon, le ta zëm urën, që ne fëmijë, të gjithë fëmijët, po edhe në Shqipëri unë mbaj mend që me motrën ishte argëtimi më i madh që të bënin urë ashtu. Asë nuk e bëra atë urë, më ka ngel fiksim. Më ka ngel fiksim, dua të kthejmë prapë në kohë. Po ndoshta yoga, po nuk e Po, me jogën mund të arrish. Po. Gjithmonë ngeli fiksia atje, thoja dot. Edhe unë e kam bërë gjithmonë, edhe kur dua ta bëj tani, thë jo, s'kam forcë te krahat. Vjen mësuesja tak e bëj. Vetë nuk arri do ta bëj. Është çdo gjë mendore, se trupi përgjigjet, se trupin e komandojmë ne. Në momentin që ti thua di ta bëj ose provon ta bësh, atëherë okay, thot, atëherë di ta më bëj dhe e bën faktikisht. Prandaj është interesante që edhe në yoga dëgjon trupin atë moment, po edhe mendjen. Po, Se duhet ta proposh. Po sepse është disiplina e mendjes, në fakt. Yoga është disiplina e mendjes, është e energjisë, ta kanalizosh në një drejtim që është për trupin. Dhe ne e shikojmë sepse gjimnastik në mosha jon nuk është se ka bërë aq shumë, si ka bërë 5 vite më parë. Mbam mend që Po. Gimnazistët ku kemi qenë të vogla kanë qenë gimnazistë. Po. E vërtetë. Shumë aktiv. E mbaj mend që bënin fiskulturë, mbaj mend që kishin trup shumë të bukur. Ndërsa kur ajo ne domethënë ngelëm, nuk është se i dhan shumë rëndësi fiskulturës. Ka dhanë, por nuk ishte detyrim. Ja, po nuk ishte një si të thojë e rëndësishme, i bënin ato mësimet kështu, po ishte ora fiskulturës ishte si ore pushimit, nuk ishte edhe fatkeqësisht. Ishte fatkeqësisht sepse me të vërtetë domethënë trupi e vëre që nuk e kemi atë fleksibilitetin atë zhvilluar sa kam pasur përpara, dhe them që kjo që ne duhet ta bëjmë vetë. Domethënë nuk është se takon dikujt jashtë tani, ne duhet ta disiplinojmë vetëm, qoftë me palestër, qoftë me yoga, qoftë me mënyrat që na përshtaten, por tamam. Po. Dhe ajo që përshtatet, ajo që ndjen që bën për trupin tënd, domethënë edhe që përgjigjet më kollaj me më entuziazëm. Sepse po e bëre edhe një gjë dhe ta shtysh shumë, mund ta provosh 2-3 herë, po e shtyve shumë, pastaj është bëhet e bezdisur dhe ka efektin e kundërt. Kështu që zgjidh kemi shqyqyr zotit ka plot alternativa, plot lloje gjërash për të bërë sporte të ndryshme, aktivitete të ndryshme, që mund t'i gjesh edhe i praktikon atë që ty të bën të ndjesh mirë edhe ndihmon edhe trupin tënd njëkohësisht. Provo, mjafton të provosh dhe të shikosh çfarë të duhet. Informohu. Shumë persona nuk e kanë edhe atë energjinë edhe durimin që të shkojnë edhe të informohen. Edhe kjo është për të pasur kujdes se i marrin të gjitha gjërat shabllon edhe o e tha ai, e tha ky, e ka bërë ai, e ka bërë ky, po okay, në rregull, merri se duhet të inspirohesh, duhet të kesh një informacion më të dikush që të bëj klik edhe thua, okay, ndoshta kjo gjë vën për mua. Por informoni, provoni që të gjesh atë që bën për ty. Unë mendoj që duhet të eksperimentoj me gjërat, edhe nga njëherë sa gjëra nuk do funksionojnë për ne, dhe kjo është mëse okay. Dhe ne do
na funksionojnë, edhe kjo është mos e okay. Nga një njerëzit thonë që mua nuk funksionon. Jo, nuk funksionon sepse ndoshta ti nuk e ke zbatuar një herë, nuk e ke bërë pjesë asaj gjëje, dhe nuk e ke vazhduar. Domethënë ke bërë një herë edhe e ke hapruar. Domethënë nuk e ke vazhduar sistematike për 3 muaj, për shembull ti të shikosh funksionon apo jo. Atëherë pas nuk funksionon, po duhet të eksperimentojmë me gjërat, mendoj unë. Po. E vërtet. Në çdo dakord. Unë për te stërvitjes me peshë në shtëpi, çdo ditë dhe nuk di çfarë mrekullia është. Janë të gjitha direktive përveç injekson plot energji të nënvikimit dhe të shëndetshëm. Po, domethënë çfarë e bën stërvitje në Dana, nuk e di se si e ke emrin, por e bën stërvitje në shtëpi thotë dhe nuk ka është shumë gjë e bukur thotë, sepse përveç të tonifikimit të trupit e këto gjëra që dhe ti e shikon një herë që kur energjia lëviz, problemet më të mëdha, di sepse na ndodhin në trup, na ndodhin sepse energjia bllokohet në trup, në tokë. Pra, energjia lidhur me gjithë energjinë e universit. Kush e krijoi universin është gjë tjetër, nuk do flasim sot, por universi që jetojmë në këtë momente, energjia e universit. Energjia e universit futet në kokë dhe ngelet në trup. Nuk është dizajnuar të ngelet në trup, duhet shkojë patjetër në tokë, se ne jemi tokës. Dhe kur ngecet në trup, mund të ngecet në zona të ndryshme, në çakra të ndryshme, në pika të ndryshme, jo vetëm në çakrat kryesore, po edhe në shpatë. Ka raste pjesa më e madhe e femrave e kemi tek ajo që the ti. Te pjesa e energjisë rrënj ose çakra rrënj edhe te fyti goxha. Po, edhe te fyti, por pasi kalon nga fyti ne kemi se shkojmë në zemër, se jemi të lidhura me zemrat shumë femrat, dhe problemi është te pjesa e parë, rrënj. Dhe ajo do të thotë që akumulohet energjia atje dhe nuk shkon në tokë. Dhe toka të thërret. Toka të thërret një herë me dhimbje, një herë me lindje kur ndodh, që është momenti i parë që na thërret, sidomos që të zhvillohet, që rritet trupi dhe zgjerohet mushkrit, kemi më shumë të energji në trup për shkak se oksigjeni është më i lartë në trup. Dhe nuk po për shkak se ne nuk kemi lidhur me tokën, edhe jemi gjatë gjithë kohës në këto probleme të ndryshme që i përjetojmë si probleme shëndetësore. Por, është mos lëvizje energjie, mos lëvizje që të shkojë në tokë. Sepse pasi shkon në tokë informacion, kjo energji, do kthehet prapë tek neve dhe do na japi atë intuitëm që na thotë që bëj këtë, bëj atë. Pra të jep një imazh, të jep një mesazh të caktuar se çfarë ti duhet të bësh në kohë të ndryshme. Dhe kjo është ajo të lidhesh me vetveten, se njerëzit nuk e kuptojnë çfarë do të thotë lidhje me vetveten. Lidhesh me natyrën, dhe kur lidhesh me natyrën është një. Ti e kupton që natyra ka edhe bubullimat, ka edhe diellin, ka edhe ret, ka edhe shiun, ka edhe borën, pra i ka të gjitha emocionet. Si kemi ne, i gjuajmë emocionet. Por ku po të kapim me forë, pse kam borë, atëherë patjetër që natyra do të t'i japi mësimin se është domosdoshme të jetë borë në tokë. Edhe tyra emocione nga më ose pse kam bubullim, ose pse kam këtë emocion, sepse natyra i ka gjithashtu. Dhe është duke të mësuar që ti je natyrë. Nuk është duke të mësuar që ti je keq, mësohet, mendoj që na mësojnë mesazhe të ndryshme në çdo moment dhe kjo është mos e okay, por e rëndësishme është të lidhemi me tokën. Dhe sa më shumë të lidhemi dhe me veten. Unë për mendimin tim kjo është toka është mësuesja më e mirë që mund të kemi në çdo moment të ditës tonë, në çdo moment. Si e vëre këtë pjesën e natyrës? Po, këtë do thoya pjesën e natyrës. Këtë do thoya që toka jo vetëm që e merr se ne nga toka jemi, duhet kemi edhe në konstelacione familjare zakonisht thuhet që ne mund të rritemi si pemët, domethënë për të rritur të shëndetshme dhe të afrohemi sa më tepër qiellit, universit, Zotit, besimit, çfarë do që keni besim dhe besoni, duhet kemi rrënjë të forta. Sepse nëse rrënjët janë të forta, si mund të rritet një trung i fortë edhe me lulëzimin e pemës. Ja, është e pamundur, kështu që nëse ti nuk njeh rrënjët e tua, nuk lidhesh me vendin ku je, me veten ku je, se ne jemi rrënja, me familjen, i pranosh të gjitha ato stinët apo të gjitha ndodhit apo emocione që po flisje ti, bëjmë pjesë të gjitha të jetës tonë, të natyrës tonë, se siç është natyra jashtë, ne jemi brenda. E përfaqësojmë në mënyra të tjera dhe po su lidhem, jo më kot jemi këtu tani në tokë.
Jemi sepse duhet ta jetojmë tokën, edhe të kujdesemi për tokën siç ajo kujdeset për ne. Se ti përmende që gjithë kjo energji kalon në tokë. Po toka jo vetëm e merr, po e pastron, e rigjeneron, e lehtëson, e transformon, edhe ta kthen ty në atë që duhet për ty, që është më e mira për ty. Dhe prandaj duhet kujdesesh si për tokën si për veten, se janë në lidhje. Edhe shpesh thuhet që shko bëj një shëtitje në natyrë. Po e vërtetë është kushdo që e bën, gjen qetësi dhe paqe. Nëse nuk është lëndina, nuk është mali, është deti, është fusha, domethënë natyra është aq e pasur, sa që ti e gjen me patjetër një vend që t'i jep një qetësi shpirtërore, fizike, mendore. Edhe aty edhe ti rigjenerohesh e lidhesh me veten tënde, se më bëri klik fjala që the që nuk e din çfarë do të thënë të lidhesh me veten tënde. Kjo është një mënyrë. Po shumë shpesh nuk e bëjnë. Mua më ka ndodhur në një seancë empowerment coaching, ishte një grua, edhe unë i thash, po më fal, po ti çfarë bën në momentin që do të qetësohesh? Cili është aktiviteti apo situata apo hobi apo diçka që ti bën për të qetësuar? Nuk e dinte. Nuk ishte ndalur kurrë. Domethënë gjëra kaq të thjeshta, bazilare, bazike në jetën tonë, nuk i kishte për kurrë, sepse ishte kujdesur gjithmonë për fëmijët, për burrin, për familjen, për punën, për fisin, për prindrit, çfarë do thot ai, çfarë do thot ky. Edhe për mua kisha parë edhe të tjera, po jo në kaq që mos të dinte çfarë ishte një që jepte qetësi. Nuk kishte asnjë farë lidhje me veten, ishte komplet e shkëputur. Asnjë hecë në natyrë. Vetëm duke bërë, pa ndjer asnjë gjë, vetëm duke bërë. Edhe si ajo ka shumë të tjera, dhe që është mëkat, se kjo është lidhja me veten. Dhe ne në Shqipëri e kemi këtë dinamikën që po të kujdesem për veten, po ta dua veten, jam egoist. Egoizëm, po. Nuk është egoizëm. Unë e them gjithmonë është altruizëm, se më i mirë je ti, më lumtur je ti, më bukur, më në paqe, më sigurt, më me vetbesim ndihesh ti, ja transmeton gjithë tjerëve. Nuk është absolutisht. Po si ishe ti mirë me veten, në fundit ti mbyllesh gjyshein me thoshte në derë brenda. Në shtëpi tënde, po pastaj pjesa tjetër ç'a ndodh? Ç'a bën ti me veten tënde? Fiks, është pastaj që mendon se ti do të gjithë, ti të duket sikur i do të gjithë kur je në atë gjendje, por realisht ti nuk do asnjë, se po s'dosh e veten, unë mendoj që ti je si koka si pula pa kokë. Domethënë nuk ke. Prapon pas të tjerëve, po gjatë gjithë kohës e pret nga të tjerët. Ke pritshmëri të tjerët, ti më thon ti bësh shumë gjëra, por ke pritshmëri shumë të lartë, sepse sa më shumë të largosh nga vetja, aq më shumë rritet ajo librat e pritshmërisë mbi kokën tënde. Dhe kjo është ajo që na çon jashtë balance, Roalba. Domethënë ne harrojmë veten dhe japim gjithçka për të tjerët. Nuk them që mos japësh të tjerët, sepse ne jemi të tjerëve, kemi në shërbim të njëri tjetrit. Po, pa harruar veten, pa munduar që të japësh gjithçka, të flijohesh për të tjerët. Kjo është ajo, sepse ti je ashtu si e theksove edhe ti, që nuk di se çfarë do pastaj, dhe je në një utkriq. Ja gjithë kohës je në ku jam unë. Magari t'ja bënin pyetje vetes, por nuk e bëjnë, sepse janë vetëm duke bërë, nuk e mendojnë absolutisht. Mund të ndodhi diçka e madhe, që ndoshta të vedisohen dhe të bëjnë diçka, po prapë frika shumë e madhe dhe ato libra që të pritshmërisë e kanë shtypur tashmë. I ke aq të rënda saqë të çohesh sipër dhe ti lëvizësh një çik, do punë të madhe, prandaj është e rëndësishme. Do le fort që të vendosesh kohë, edhe të shikosh, domethënë të fillosh me natyrën, nuk duhet të bësh gjëra tani. Jo, gjëra shumë të thjeshta. Po gjërat e thjeshta më elementare. Por, sepse gjërat e thjeshta njerëzit nuk i besojnë se do të ndryshojë jetën e tyre. Kjo është sepse gjërat e thjeshta ti nuk je në gjendje të bësh gjëra të vështira, nëse ti nuk bën gjërat e thjeshta. Është e 1+1 bëjnë 2, po kur pastaj ato ekuacionin. Por njerëzit duan ekuacionin, pa bërë 1+1 2. Sepse kur unë them një gjëra të ndryshme në trajnin që mbaj në përgjithësi, njerëzit po, këtë e bëj unë. Okej.
do ta shikojmë, domethënë sepse me fjalë thuhet që e bën, sepse është shumë e Po, lehtë. Por po, sa në gjendje je ti ta disiplinosh veten ta bësh çdo ditë të njëjtën gjë, që derisa ta shikosh ndryshimin. po, Kjo është po, po. dhe njerëzit e harrojnë që gjërat më të vështira janë gjërat e thjeshta për të bërë. Se E gjërat vërtetë. ne vrapojmë për gjërat e mëdha. Ne harrojmë Të gjërat mëdha. Tamam, e kemi mendjen tek e madhja, po harrojmë që është rruga që po bëjmë për të arritur atje që e bën ndryshimin, jo atje kur arrim. Edhe më ka ndodhur pikërisht që kur i thash një klientit tash po shkruaj. Po a tha, më duket budallik i madh. Po pse më thash më të duket budallik? Po pse të shkruaj, tha çfarë funksioni ka? E para i thash më nxjerr nga mendja jote. E shkruan diku edhe e lë aty. Të paktën e nxore, nuk e mban ti brenda të zihesh me veten nga mëngjesi darkë, se thash pse e thash kujt ja thash, e hoqe të paktën e shpreje, e lexove si të duket. E kupton, është si të flasësh me dikë, thash unë pa qenë e gjykuar. Jo, tha se bëjot. Okej. Alba, po të futesh në mendje të gjithë grave, po them, kur bëhesh nënë për ti fillon të flasësh aq shumë për burrin në mendjen tënde, sa ti ke krijuar një film me shumë seri. Është një telenovel. Është një telenovel këtu që ka zgjatur 50 vjet në Australi. Dhe ajo ka aq shumë seri, domethënë 50 vjet, njerëzit kanë ndryshuar dhe ajo telenovela vazhdon akoma. Dhe e një femra, domethënë po të futesh në një kamerë në mendjen e tyre, do ishte një telenovel më gjatë që nuk do mbaronte asnjëherë. Prandaj duhen shkruar ato telenovela që të pak mund të bësh edhe ndonjë film. Mund të bëj edhe Të shkruash në një skenar, në një diçka. o të marrë një lek për ato gjë se koti. Është ideja. Dhe është shumë interesante kjo që e theksove sepse unë kam dëgjuar pjesën e ditarit që kur kam qenë në klasën e 3. Domethënë që atyra kam thënë interesante, thoshin të gjithë, edhe pse kam qenë shumë e vogël, thoshin të gjithë që duhet shkruar ditarë shumë mirë. Nuk e kuptoja pse ishte mirë atëherë, por është bërë eksperiment për pjesën e të shkruarit për një burg. Një burg ishte një person që të thonë që mund të bëj një eksperiment dhe ishte lejuar, ishte dhënë leje, edhe në të burgosurit të gjithë ishte burgu i grave, të burgosurit kishin filluar të shkruajnë për çdo gjë që kishin në mendje. Edhe pas disa muajsh, gati 9 muajsh, ishte bërë eksperimenti, ishte parë, domethënë shkrimi i parë ishte krahasuar me shkrimin e pas 9 muajsh. Dhe kishin të burgosurat, dhe shumë kishin dalë nga burgu, vetëm për shkak të largimit të kësaj energjie që kishin në mendjen e vet. Kishin filluar të jepnin më shumë punë vullnetare, kishin më shumë fuqi të punë. Ishin më shumë fuqi të silleshin mirë me njëra tjetrën dhe mos të ziheshin. Domethënë kishin ndryshuar jetën vetëm duke shkruar në ditar çdo ditë. Domethënë zbraz mendjen, zbraz inatin. Edhe njëra thoshte, kam rregull, më duket e kam vendosur jetën time në rregull, të organizuar. Deri më përpara e kisha të pa organizuar. Tashmë e bëre që s'kam asgjë për të shkruar, thoshte një tjetër. Domethënë gjëra që nganjëherë janë aq të thjeshta, por që ajo është sa sistematike do jesh, që ta shikosh produktin edhe rezultatin, sepse këto gjërat vogla janë transformuese nganjëherë, por njerëz të ndryshëm jemi transformues nga gjërat vogla. Asnjëherë mos ta harrojmë këtë gjë. E vërtetë është. Pa hapa vegjël çdo ditë. Po, unë të falenderoj shumë që bëre pjesë Raqa. Dhe një mesazh të fundit, çfarë mesazhi të duash ti të japësh që mos ta humbasim videon? Po, mos u ndalni kurrë të besuari në vetvete. Gjeni një dritë, ndiqeni, çfarë do lloj qoftë ajo, të natyrës, të besimit, të lutjes, të kërcimit, të çdo lloj të studimit, të formimit, çdo gjë, por keni një gjykim të shëndosh dhe mundoni çdo ditë të bëni një diçka shumë të vogël, siç e tham tani, për veten tuaj. Çdo gjë nga më e vogla që mund të duket më budallalliku, provojeni. Provoni të ndryshëm, dëgjoni të ndryshëm, por dëgjoni vetveten në fund të ditës. Gjithmonë, ndaluni 2 minuta, merr frymthell dhe thuaj, ok, kjo gjë më bën mirë apo më bën keq.
pyesni vete. Gjithmonë. Po, shumë e vërtetë, pyesni veten. Elona thotë që unë i shkruaj, thotë, por nuk e di çfarë do bësh me fletore që mbushen. Duhet i mbash sepse më vonë pasi të shkruash, më vonë do ta vësh re dhe progresin tënd. Ka njerëz që e mbajnë me vite të tëra dhe shkojnë brapa dhe shikojnë se sa ka ndryshuar dhe mënyra se si e perceptojnë botën, pjesa Elena, më fal, Elena. Edhe një gjë tjetër, mos të krahasoni veten kurrë me asnjë, por gjithmonë me veten tuaj. Se ajo është sfida e madhe, vetvetja. Të gjithë të tjerët kanë rrugën e tyre, arritjet e tyre, dështimet e tyre. Ne nuk e dim kurrë çfarë kalon ai tjetri, asnjëherë. Ne shohim vetëm pamjen e jashtme, nuk e dim asnjëherë çka ka në zemër, çka ka hequr, çka ka kaluar, si ka përballuar. Kështu që asnjëherë krahasimi nuk është me të tjerët, por me veten tonë. Gjithmonë. Sa herë ju duket që shikoni diçka të bukur, diçka të ua sa mirë ja doli, ua sa mirë shkoj tek ai udhtim, ua sa bukur bleva të gjë, bleva të shtëpi, makinë, lëra ti ku është. Ti shiko veten tënde. E llogarisin dhe sa herë ka shkuar në Maldive, e marr numrin. Po. Ato mbaj shënim. Paris 10 herë, unë nuk kam vajt asnjëherë. Domethënë nuk është jetë. Pyete veten, pse unë nuk kam vajtur asnjëherë? Nuk është asnjëherë faji tjetrit. Tjetri kujdeset për veten e vet, nuk mund të kujdeset për ty. Ti pyete veten, pse nuk e bëj dot këtë gjë? Çfarë më pengon? Pse nuk shkoj dot atje? Çfarë bëj gabim? Çfarë po më mungon? Çfarë nuk po bëj? Çfarë nuk po studioj? Çfarë nuk po shoh? Çfarë nuk po llogaris? Pse më mban? Pse kam këtë zili? Pse kam këtë inat? Pyesni veten. Në rast të parë, pastaj drejtoheni të tjerëve. Se kemi aq shumë punë me veten, sa që kur ta kuptojmë që sa shumë kemi punë me veten, nuk na del më koha të merremi me të tjerët. Është e pamundur. Edhe një gjë tjetër, sepse tani është bërë dhe trendi edhe në Shqipëri, për shembull, të shkuar se më përpara kur kam qenë në Shqipëri para 10 vitesh, është e ideja që njerëzit nuk shkonin kaq të lirshëm në Europë. Nuk shkonin kaq lirshëm në botë. Mund të shkonim në Kroaci, Greqi, në vende jo Europë, duhet kishe vizë specifike. Për trendi që edhe ditëlindjet festohen në vende të ndryshme të Europës dhe nëse ti nuk e feston, i bie që ti të shembet bota nëse nuk e feston në Europë. Domethënë ka filluar besimi në vetvete, po. Dhe duhet më shumë besim në vetvete që ditëlindja është e bukur kudo që ti jesh, edhe në fshati më të humbur të Shqipërisë, po ta festosh në mënyrë. Dhe nuk duhet ta krahasosh megjithëse nuk e festove në Paris, nuk do të thotë që nuk je mirë. Prandaj duhet të gjejmë më shumë vetbesim, të krijojmë diçka, të bëjmë diçka tonën, se sa të krahasohemi edhe se gjatë gjithë kohës do jesh në krahasim, sepse sa më shumë vite të kalojnë, aq më shumë rritet krahasimi. Më përpara njerëzit krahasoheshin që do venin në Tiranë, për shembull, tani krahasohen në Europë. Dhe kjo ka që interesante. Që si kam përjetuar, kur kam qenë në Shqipëri, unë nuk e kam jetuar të parë. Po, dhe tani është bërë. Aty është. Faleminderit. Po flasim më se do vazhdojmë deri nesër. Faleminderit. Unë po të lejoj të shkosh te fëmijët. Ke një djalë vetëm se nuk të pyeta. Kam një djalë, vetëm një djalë, po. Djali dhe të përqafoj fort. Faleminderit shumë, më kënaqa shumë Alba. Edhe të uroj suksese për çdo gjë. Mund të mbajmë një live tjetër në lidhje me progresin tënd kur të kesh që të rritesh në një drejtim të caktuar dhe do të shpërndash një mesazh, unë të ftoj. Patjetër. Të më rikujtosh dhe më thuash Ina, dua të mbaj një live edhe organizojmë sërish. Edhe me shumë kënaqësi. Alindi thot bisedë mrekullueshme ka që është vetëm në Shqip. Mendoj se do ishte shumë e domosdoshme për shumë njerëz në të gjithë botën. Faleminderit shumë Alind. Faleminderit që Elena, sa shumë kemi nevojë për njerëz se ju. Faleminderit që ekzistoni. Faleminderit shumë. Dhe të përqafoj të dërgoj një përqafim virtual. Dhe të gjithëve që jeni përqafoj dhe ata që do ta shikoni më vonë në YouTube edhe në Instagram. Ju përqafoj fort. Faleminderit. Mirupafshim. Pafshim.